Mbi 1.5 milion pelegrin nisën haxhin në diellin përvolues. Më shumë se 1.5 milion pelegrin kanë kryer përgatitjet e fundit për të nisur në mbrëmjen e ditës së djeshme ritualin më të rëndësishëm të Islamit, haxhin. Mikoqirët saudite tentuan të bëjnë më të mirën për të mos përsëritur situatën e vitit kaluar, me që si pasojë e nxehtësisë së madhe vdiqën mbi 1.000 njerëz me temperatura mbi 40 gradë Celsius. Pelegrinët kanë nisur të kryejnë obligimet e tyre të para afër Qabes, kubit të zi në zemër xhamisë të madhe të Mekës, vend që konsiderohet më i shenjtë në botë sipas Islamit. Duket sikur nuk kemi në këtë botë, ka thënë Kitam, 63 vjeçar, në përgjigje për agjencinë e lajme AFP, duke thënë se para haxhit kam shikuar xhaminë e madhe çdo ditë në televizion. Para hyrjes në Mekë, pelegrinët duhet i nështrojnë një regjimit pastërtisë të vishën me rroba të veçanta të bardha. Autoritetet kanë thënë se mbi 1.5 milion pelegrinë kanë arritur në Arabinë Saudite për haxhin, njërin prej 5 shtyllave të Islamit që duhet të kryhet të paktën një herë në jetë nga besimtarët muslimanë. Zyrtarët kanë tentuar të krijojnë sa më shumë hije nëpër ambiente publike, pasi temperaturat vitin e kaluar në këtë periudhë kishin shkuar 51 gradë Celsius.